Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad, wa ala ahlihi tayyibin al-tahirin, wa sahbihi al-muntajabin, wa ala jami'i al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithëmshirshmit me shpëlotit. Falënderimet më të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur, dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. Për ditën e sotme do të flasim rreth temës zonja e madhe Zainab ishte zëri i përjetshëm i Kerbelas. Kur përmendet emri i kësaj zonje, zonjës së madhe Zainab, paqja qoftë mbi të, zemra të mbushen me respekt, syt me lot dhe shpirtrat me admirim të madh. Ajo nuk ishte thjesht vajza e Imam Aliut dhe Fatimatul Zahra, paqja qoftë mbi ta të dy. Nuk ishte vetëm se mbesa e profetit Muhammad, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ta dhe mbi familjen e tij, por ajo ishte mishërimi i durimit, i dinjitetit dhe i besimit të palëkundur në Allahun e madhëruar. Në historinë islame ka shumë figura të ndritura, por ka pak prej tyre që ka mbartur mbi supet e tyre aq shumë dhimbje, sprova dhe përgjegjësi sa ka mbajtur zonja e madhe Zainab. Ajo pa me sytë e saj tragjeditë më të rënda, humbi njerëzit më të dashur, përjetoi robërinë dhe poshtërimin e armiqve, por në asnjë çast nuk u përul para padrejtësisë dhe nuk e la të shuhet drita e së vërtetës. Po të mos ishte qëndrueshmëria, guximi dhe fjalët e saj pas ngjarjes së Kerbelas, mesazhi i Imam Husajnit paqja qoftë mbi të mund të ishte mbuluar nga propaganda e tiranëve. Ajo u bë zëri i Kerbelas, mbrojtësja e së vërtetës dhe simboli i përhershëm i rezistencës kundër padrejtësisë. Sot, ne do të flasim për këtë grua të jashtëzakonshme, për zonjën që e ktheu dhimbjen në forcë, lotët në mesazh dhe sakrificën në përjetësi. Do të flasim për zonjën e madhe Zainab alayhis salam, modelin e përhershëm të dijes, të durimit, edukimit dhe besnikërisë ndaj Allahut dhe fesë së tij. Kjo për faktin se ajo përfaqëson e para, ajo përfaqëson forcën shpirtërore të gruas. Një nga aspektet më të ndritura të personalitetit të zonjës së madhe Zainab është forca e saj shpirtërore. Kur ndodhi tragjedia e Kerbelas, ajo humbi vëllezërit, bijt, nipërit dhe shokët më të dashur. Ajo pa me sytë e saj martirizimin e Imam Husajnit paqja qoftë mbi të dhe të gjithë të dashurve të saj. Por, edhe pse kjo tragjedi rrethonte atë, ajo kurrësi nuk u thye. Kur u dërgua robesh në Kufe dhe në Sham, ajo ngrit përballë tiranëve dhe mbrojti mesazhin e vëllait të saj të Imam Husajnit, paqja qoftë mbi të, sepse mesazhi i Imam Husajnit është mesazhi të dërguarit të Allahut. Mesazhi të dërguarit të Allahut është fjala e Zotit të gjithësisë. Kur i bën Ziyadi e pyeti me përbuzje, si e pe veprën e Allahut me vëllain tënd? Ajo u përgjigj, nuk pash veç se bukuri. Kjo nuk do të thotë se ajo nuk ndjente dhimbje. Përkundrazi, dhimbja ishte tema sa e madhe, por besimi i saj tek Allahu ishte akoma dhe më i madh se kjo dhimbje. Kjo na mëson se forca e vërtet nuk qëndron vetëm në fuqinë fizike, por qëndron në qëndrueshmërinë e zemrës, në besimin ton, në durimin ton dhe në mbështetjen tek Allahu i plotfuqishëm. Në ajetin 153 të surës Al-Baqara, Allahu i madhëruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Me të vërtet, Allahu është me durimtarët. Dhe mishërimi i këtij ajeti gjendet tek personaliteti dhe tek vetë qëndja e zonjës Zainab alayhis salam. Sot, gratë përballen me probleme familjare, ekonomike dhe shoqërore, por mbi të gjitha dhe me probleme psikologjike. Për shembulli i zonjës Zainab na mëson se besimi dhe lidhja me Allahun e bën njeriu më të fortë, më të aftë për të përballur të gjitha sfidat që mund të vinë në këtë jetë
qofshin edhe sprovat më të mëdha. Së dyti, zonja e madhe Zejnab mbante të gjitha këto cilësi të bukura dhe prandaj flitet për të dhe prandaj Allahu i madhëruar i ka dhënë atë mirësinë që të jetë modeli i përhershëm i dijes, i durimit, i edukimit dhe besnikërisë ndaj Allahut të madhëruar, sepse ajo ka një rol shumë të madh në edukim si të vetes së vet, ashtu edhe në shoqëri. Shpesh mendohet gabimisht se roli i gruas kufizohet vetëm territorit të shtëpisë, brenda atij territori ose jashtë saj. Islami na paraqet një model temase më të plotë dhe më të qartë për rolin e gruas në edukim dhe në shoqëri. Zonja e madhe Zejnab alayhis salam ishte një grua e ditur. Ajo njihej si Aqilat Bani Hashim, pra gruaja më e mençur dhe më e urtë e familjes Hashimite. Imam Sajjadi paqja qoftë mbi të i tha asaj: "Ti je e ditur pa të mësuar dhe e mençur pa mësues." Sepse ajo edukoi familjen, edukoi veten e saj, kujdesej për fëmijët dhe njëkohësisht luajti një rol vendimtar në shoqërinë e asaj kohe. Pas Ashuras, nëse Imam Huseini, paqja qoftë mbi të, e mbrojti flamurin e Islamit me gjakun e tij, zonja Zejnab e mbrojti atë me fjalët e saj. Ligjëratat që mbajti zonja e madhe Zejnab në Kufa dhe në Sham tronditën themelet e pushtetit Omejad dhe zbuluan të vërtetën e Kerbelas. Kjo na tregon se gruaja mund të jetë edukatore e shumë brejtave, mbrojtëse e vlerave të larta, përhapse e dijes së vërtet, aktiviste në shoqëri dhe zë i së vërtetës dhe i drejtësisë. Nëna formon karakterin e fëmijëve, ndërsa gruaja, ajo grua e ditur, ndikon në tërë shoqërinë. Prandaj të dashur vëllezër dhe motra, edukimi i gruas është edukimi i një kombi të tërë. Dhe pika e tretë për sa i përket temës së ditës së sotme është sfida e identitetit të gruas sot. Sot fatkeqësisht gruaja përballet me sfida të shumta në lidhje me identitetin e saj që ka në shoqëri. Njëra nga sfidat më të mëdha është përpjekja për të vlerësuar gruan vetëm nga pamja e saj e jashtme, nga bukuria fizike apo paraqitja mediatike. Një sfidë tjetër është presioni që i bëhet gruas që të heqë dorë nga vlerat e saj fetare për të dukur më moderne. Dhe nga ana tjetër, në disa shoqëri ekzistojnë ende mentalitete që pengojnë që gruaja të zhvillohet, të edukohet dhe të zhvillojë më shumë aftësitë e saj intelektuale dhe shoqërore. Islami të dyja këto ekstreme që tham i refuzon dhe na tregon një anë më të bukur të një femre e cila me dëlirsinë, me modestinë e saj, ishte zëri i së vërtetës dhe ishte zëri i identitetit më të vërtet dhe më të qartë. Zonja e madhe Zejnab na mëson se identiteti i gruas ndërtohet mbi 5 baza. Dhe ato janë: e para është besimi. Nëse njeriu beson në Allahun e plotfuqishëm, i shtohet më shumë dëshira që të mësojë më shumë. Këtu kalojmë në fazën e dytë, që është dija. Nëse një njeri ose një femër mëson dhe në zemrën e saj ka besimin tek Allahu i madhëruar, ajo femër ka një moral shumë të lartë dhe njihet në shoqërinë e saj si një llampë ndriçuese në atë shoqëri. Kjo është pika e tretë. Nëse një femër me besimin, dijen dhe moralin e saj krijon autoritetin e dinjitetit të saj në shoqëri, dhe kjo është pika e katërt. Dhe nëse kjo femër tashmë ka kaluar këto 4 etapa, arrin në pikën e 5, e cila është përgjegjësia shoqërore. Zonja e madhe Zejnab ishte e mbushur me modesti, ishte e mbushur me besim, ishte e mbushur me dije dhe moral, ishte e mbushur me dinjitet të lartë. Dhe mbi të gjitha, ishte aq e përkushtuar në adhurimin e Zotit të gjithësisë, sa edhe pse sfidat e mbuluan dhe rrethuan rreth e qark vetes së saj, besimi në Allahun xhaleshanhu mbeti në zemër i palëkundur. Ajo ishte e përkushtuar ndaj familjes,
por dhe aktive në mbrojtjen e së vërtetës. Zonja e Madhe Zainab ishte e butë në zemër, por e pa lëkundur përballë padrejtësisë. Ky është modeli i gruas në Islam. Një grua e izoluar dhe një grua pa vlera, por një grua me dinjitet, me dije dhe me ndikim në shoqërinë ku ajo jeton. Pra të dashur vëllezër dhe motra, të dashur besimtare, të dashur ndjekas dhe dashamirës të Ehlibitit paqja qoftë mbi ta. Personaliteti i zonjës së Madhe Zainab është një shkollë e tërë edukimi. Nga ajo ne mësojmë forcën shpirtërore përballë çdo sprove, rolin e madh të gruas në edukimin dhe ndërtimin e shoqërisë, dhe ruajtjen e identitetit dhe dinjitetit në kohë sfidash. Nëse Imam Huseini paqja qoftë mbi ta është simboli i sakrificës, atëherë zonja e Madhe Zainab është simboli i qëndresës dhe i transmetimit të mesazhit të Ashuras. Lutim Allahun e Madhëruar që të na bëjë për atyre që ndjekin rrugën e zonjës së Madhe Zainab, të forcojë gratë dhe vajzat tona në besim, me dije dhe në moral, dhe të na ringjallë në ditën e gjykimit pranë profetit Muhammed dhe familjes së tij të pastër e të dëlirë. O Allah, na bëj prej ndjekësve të zonjës së Madhe Zainab dhe na mundoso të mbrojmë gjithmonë të vërtetën dhe drejtësinë dhe të ecim në këtë rrugë të palëkundur. Amin, o Zoti i botëve. Në këto momente të nderuar dëgjues dhe shikues, të ju lënë në mbrojtjen dhe ndihmën e Allahut xhaleshanhu, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatitë e Allahut qofshin mbi ju.